Ndërkohë që atje duket si një teatër i vërtet, duket si një shfaqje pompoze, ashtu do të jetë në të vërtetë, sepse çdo njeri në fakt në jetën e tij është një artist, një aktor, ka një histori. Sonte do njemi me historinë e njërit prej tyre. Në mënyrë krejt të veçantë, ndaj shkojmë tek arena e jashtme. Fermer! Fermerë! Ha, si po ndjeni? Mirë. Nuk ju dëgjojmë, Luana. Tani me njerë do rregullohet, ju lutem. Jem rapa, ndej. Ngrihet zëri im tek arena jashtme, tani më dëgjoni pak më mirë. Nuk e dëgjojmë, Luana. Po mirë, mundoni të më dëgjoni derisa të rregullohet. Po, Çfarë mendoni që do shihni sonte? Urdhro? Shohim shfaqjen. Shfaqjen e kujt, Big Basta? E jona, ajo e... Më falni. Dasma shqiptare do shohim. Shfaqjen që kemi dhënë, dasma shqiptare. Ju të lozhës, ashtu gjani. Mendoni që kemi një 20 minuta kohë prajmit që shohim shfaqjen, ë? 15. Unë mendoj që do shohim, ku t'i gjonë? Çfarë mendoni na? A i këtu ku atë? Po dikush ky këtu ku këtu e ka një arsye. Më pëlqen inteligjenca jote, më pëlqen. Mos vjen në një... Ti, Frederik, çfarë mendon për shembull? Do vish ti, Luana? Rrugës jam. Unë mendoj që do të vinë mama Luancë. Dhe një detaj shumë interesant është që ne të dy i kemi mamat me të njëjtin emër. E di. E di, unë se dija. E mësova në fakt jo më larg se sot. Dhe jam e bindur që sonte do ta mësojnë gjithë këtë, por edhe shumë fakte të tjera, sepse dua që në këto momente ti jesh pikërisht ti që ulesh te poltroni. Po, Frederik, ti. Sepse sonte është radha jote për të përjetuar si spektator shfaqjen e jetës tënde. Dhe të nis shfaqja! Shkodër i fashoj, dimja shpirtit bëhet kam, bahem zoge fluturoj. Dimja shpirtit bëhet kam, bahem zoge fluturoj. Në përdasma për vjetore, krenarina i përkode, mos haroj thot fëmijës, je shkodrane moj Michel. Mos haroj thot fëmijës, je shkodrane moj Michel. Te je honjare vjetën, rritet malli e bajdet, por si ti nuk ka një tjetër, mori Shkodër në këtë jetë. Jam të bije të kam nan, moj ble me luturis, je legjend me ore zana, dhe ti madhi dashuri. Maranaj për karshi, drini buna edhe kiri, buz rozafe zbanji. Drini buna edhe kiri, buz rozafe zbanji. E me styre Shkodër locja, në përsheku i kalëron, biq të këtar që lanë qerdhen, në përdasma mi bashkon. Biq të këtar që lanë qerdhen, në përdasma mi bashkon. Qerdhe vjetër në zemade,
zot shtektar me kong I pret. E një bit e këgjiri Shkodrës, merr një forcë, e merr një jetë. Dhe kudo që fluturon, në çdo vend e në çdo anë. Krenarin mos e harroni, krenarin se jam Shkodra. Rritet malli e badet, por si ti nuk ka një tjetër. Mori Shkodër në këtë Një duar trokitje e fuqishme për Eja Zoga, e shoqëruar nga dy zemrat, Mej Hoxha dhe Hera Fermasa. Faleminderit goca. Mos ki frika qeni se s'të bën asgjë. Faleminderit. Një interpretim I këngës së Frederikut, por si ty nuk ka një tjetër. Faleminderit. Frederik. Vetëm sukses. O Frederik, Ja, të pash të emocionuar, ë? Bravo. se do me kenë, është Shkodra, din. Po, për Shkodrën tonë të dashur. Është fjala Shkodër. Pikërisht, e përshëndesim shumë Shkodrën. Ne Shkodranët, unë gjysëm Shkodranë, po duar të këtja vazhdojnë për gocat e mrekullueshme. Si do duk akti I parë I shfaqjes, Frederik? Emocion se është diçka. Plaku nuk emocionohet shumë as nga vorrezat, as nga vdekjet, as nga u kur thu Shkodra është mirë pash. Kur thu Shkodra është tamam emocion. Për mu. Unë kam bë për Shkodën, jo ma shumë se sa 7 këngë. Vetëm 7 këngë kam bë për Shkodën, ja kam kushtu Shkodën. Të emocionon Shkodra. Ndërkohë që tani jam e bindur që në këtë aktin e dytë të shfaqjes do emocionohemi gjithë të tjerët, sepse aty ti interpreton aktorin kryesor. Në fundit të jetosh do thotë të interpretosh. E kjo është historia e Frederik Ndocit.